بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Falendrojmë dhe lavdrojmë Allahun e lartësuar, ashtu siç e meriton ai xhalla xhalalu. Selamet ja dërgojmë Muhammed Mustafas alayhi salatu wassalam, familjes tij, shokëve të tij dhe gjithë besimtarëve, të cilët e ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij. Elusmi Allahun e lartësuar që ato ditë të cilat kanë kaluar nga muaji mubarak i Ramazanit na i ketë pranuar dhe na i ketë bërë kabul, dhe ditët që kanë mbet nga ky muaj mubarak, elusmi Allahun që të na mundsoj ibadetin e tu dhe na i pranoj gjitha veprat e mira të cilat neve mundohemi që t'i bëjmë gjatë këtij muaji mubarak. Dashur vëllezër, vetëm se po hymë në 10 ditën e fundit të Ramazanit dhe kemi hyrë në 10 ditën e fundit të Ramazanit, e që thamë edhe më herët që Ramazani ka disa data historike të cilat neve si musliman neve na dhanë mësime të mëdha. E një prej këtyre datave është edhe çlirimi i Mekës, që ka ndodhur në ditën e 20 të muajit mubarak të Ramazanit të vitit të 8 të Hijretit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe kjo ndodhi e madhe ka ndodhur pikërisht në Ramazan për të na dhënë neve mësime se besimtari nuk guxon të ndalet si vepruari në Ramazan, sepse Ramazani nuk është ardhur ta paralizojë njeriu, por është ardhur që ta frymëzojë për punë hala më shumë, për punë të mira, për vepra të mira, edhe për veprave të mira ka qenë edhe lufta në rrugën e Zotit dhe çlirimi i Mekës, i cili ka ndodhur pra në Ramazan, në muajin mubarak të Ramazanit. E dihet që pejgamberi i Zotit sallallahu alaihi wasallam, para se me ardhë çlirimi i Mekës, ka bërë marrëveshje me mushrikët e Mekës në marrëveshjen e Hudejbiyes, që neve kemi shpjeguar jetën e tij alayhi salatu wassalam gjithsesi, që me pas paqe në mes muslimanëve dhe në mes mushrikëve për 10 vite me radhë, dhe cilat do prej fisëve të ndryshme dhe prej popujve hyn me secilën do palë dhe bën një pakt. Pra mushrikët e Mekës e kanë pas paktin e vet me fisë të ndryshme dhe muslimanët me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe fisë të ndryshme kanë hyrë në aleancë me të dy palët. Fisi Khuza'a ka hyrë në pakt dhe në aleancë me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Fisi Banu Bekr ka hyrë në aleancë me mushrikët e Mekës, të cilat fisë kanë qenë në armiqësi të madhe në bela para kësaj marrëveshjeje. Dhe pejgamberi i Zotit, si pejgamberi i Allahut, i dërguari i Zotit tokë, i ka nejt marrëveshjeve gati. Nuk i ka thyer marrëveshjet që i ka pas me njerëzit, nuk i ka thyer marrëveshjet të cilat i ka pas me popujt, të cilat i ka lidh me fisët, të cilat i ka lidh me njerëz të ndryshëm. Mirë po pala e kundërt gjithmonë janë thyes të besës dhe janë thyes të marrëveshjeve, gjithmonë. Sa dush ti nënshkruaj marrëveshje me ta, ata e thyen marrëveshjen. Sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë në një hadith, la ya'man al-kafir, nuk i besohet pa besimtarit. Marrëveshje me po gjithmonë duhet me pas, duhet me qenë i kujdesshëm, sepse ai në çdo moment e thyn marrëveshjen për arsye se ai nuk e beson Zotin xhalla xhelal. Një njeri që se beson Allahun e lartësuar, nuk e beson ditën e gjykimit, nuk e beson ditën e llogarisë, që ka me dalë para Zotit, me dhënë llogari, ai kollaj e thën marrëveshjen. Kollaj e thën marrëveshjen. Kështu kanë ndodhur edhe me mushrikët e Mekës. Fisi Khuza'a, që ka qenë në aleancë me Muhamedit alayhi salatu wasalam, sulmohet nga fisi Banu Bekr, të cilët kanë qenë me anën e mushrikëve dhe prishin aleancën, marrëveshjen që e kanë pas me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, që kanë pas marrëveshje paqe, jo luftë për 10 vite me radhë. Mirë po çka? Bile, duke qenë në namaz i sulmojnë, duke qenë në namazin e tyre i sulmojnë dhe mbysin disa prej besimtarëve, dhe pastaj shkojnë dhe ankohen tek Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, se fisi Banu Bekr në aleancë me mushrikët e Mekës, duke ju bashkangjitë edhe mushrikët e Mekës me armatim,
i kanë sulmu njerëzit në namazin e tyre dhe e kanë prish marrëveshjen që i kanë pasur muslimanët. Pra, gjithmonë muslimanët ju kanë nejt gati marrëveshjeve të tyre karshi të tjerëve, gjithmonë, historikisht. E historikisht të tjerët kur nuk i kanë nejt marrëveshjeve gati që i kanë pasur muslimanët. Aktualisht e kemi marrëveshjen e Gazas. Dhe një audit si nejnë gati marrëveshjeve. Kanë pas marrëveshje tarpushimi me palestinezët, me banorët e Gazas, për mi liru pengjet, me qeni marrëveshje e paqeje, po çka nuk të rrinë, se la ya'manu al-kafir. Pa besimtari nuk i besohet. Nuk i besohet, është tradhtar, është i pabes, dhe kështu janë, dhe kështu kanë me qenë gjithmonë. Dhe ne e kem ditë, elhamdulillah, moti e kem ditë. Po ja që Zoti xhallahu ala pja shfaqe dhe njerëzve më të thjeshtë, të cilët kur neve ju thonim që janë njerëz që nuk e dini se çfarë njerëz janë, vetëm Zoti e din. Për këtë edhe Zoti në Kur'an i shorton shumë. Ja me agahojtë se edhe ata besojnë në Zot dhe në më rëndësi është me besu një Zot. Jo. Nuk më rëndësi me besu diçka, se dhe atjele beson një lop. Nuk është më rëndësi me besu diçka, po më rëndësi është me besu të drejtin. Më rëndësi është me besu Allahun xhalla xhelala ashtu siç duhet. Se gjithkush thotë unë e besoj në Zot. Edhe këta kujshit tonë thonë e besojnë në Zot. Po sot më ardhën kutin ai bën nit ta masakra që ne kanë bërë më herët. Se mos besimi i tyre në Zot ç'është duhet, e bën që ai të bën masakra ndaj popullatave civile. Vetëm muslimani i ka dro Zotit xhalla xhelala në këtë pikë. Vetëm muslimani rrin gati marrëveshjeve në këtë pikë. Ja ka frikën Zotit me ngacmu plakën, me ngacmu fëmijën, me ngacmu gruan, me ngacmu njeriu që s'është në front, njeriu që s'ka të bëjë me luftën. Kto je vetëm Islami. Elhamdulillah Zoti xhalla xhelalu çdo ditë po e shfaq mirësinë e Islamit. Çdo ditë po e shfaq tradhtinë atyre që kanë bërë muslimanëve. Çdo ditë po e shfaq hipokrizinë atyre që na kanë shit moral. Çdo ditë po e shfaq ato që janë mundu me janë vesh Islamit prej terrorizmit, prej ekstremizmit, prej që Islami është bulshedër, Islami është vetë zonë, Islami s'ka drejta ndaj grave, Islami s'ka drejta ndaj kësaj, s'ka drejta, jo. Islami i ka të gjitha. Islami i ka të gjitha. Mirë po problemi në kanë të diçka tjetër, e shikojnë Islamin nga prizmi i feve të tyre. Sepse fetë të tyre i kanë lënë mbrapa, është të vërtet. Është shumë e vërtet që fetë të tyre i kanë lënë mbrapa. Dhe për këtë edhe ka ndodhur revolucioni francez dhe revolucione tjera. Për arsye se fetë të tyre, disa, i kanë mbyt dietarët, i kanë qitë në krane dhe i kanë dhezë. Kanë thonë ta zbon, ta janë shejtana. Dhe kur ju tërheq për i tyre, kanë përparu. E ata mendojnë që edhe Islami është i tillë. Jo. Ata mendojnë që Islami gjithashtu është që të lënë brapa, nuk të lënë me studiu, nuk të lënë me u shkollu, të lënë veç në xhami, të lënë veç me u falë, të lënë veç me agjeru. Edhe tash duhet me largu dhe Islami se edhe na çështu e kena largu se na ja kena pa hajrin. Jo. Kjo është gabim, se Islami nuk është kështu. Islami është sistemi i jetës. Musliman në moment që janë ndarë nga Islami, kanë mbetë që aty ku janë mbetë. Në moment që janë ndarë nga feja e Zotit, e kanë ndarë fejën e Zotit nga shteti, e kanë ndarë nga Kur'ani, e kanë lënë Kur'anin anash, e janë mbetë që aty, kanë shlajfit në vend. Sa herët që janë marrë me Kur'an, janë marrë me studimin e Kur'anit, kanë shku te para. Në zatën Evropa Sotit, falë Islamit, falë muslimanëve të Andaluzis, falë muslimanëve të Spanjes, Portugalis, sa dhe kanë këtë përparim. Sa do që të mundohen me në gjenjy. Shumica e autorëve, shumica e zbulimeve shkencore, shumica e librave që autorët sot i kanë perëndimor, janë të fshim emrat e muslimanëve në to. To janë të zbulu çdo ditë. Prandaj muslimanët gjithmonë ju kanë nejtë marrëveshjeve gati. Edhe Resulullah sallallahu alaihi wasallam i kanë nejtë marrëveshjes së Hudejbijës gati derisa e kanë thyer vetë mushrikët e Mekës, ku pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i urdhëron që të përgatiten muslimanët dhe të shkojnë për ta shëruar Mekën, mirë po nuk ju tregon askujt përveç Abu Bekrit dhe Aishës radhiyallahu ta'ala anhuma, dhe ju thotë që do nisemi për në Mekë, i përgatit 10.000 prej sahabëve të tij pra në Ramazan, në ditën e 20 të Ramazanit dhe nisën për në Mekë dhe nuk ju tregon derisa arrin
domethënë në një vend të caktuar, sepse nuk ju ka treguar në mënyrë që mos ju shkon lajmi njerëzve të tjerë, mos ju shkon lajmi banorëve të Mekës, hala pa ardhur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe një prej shokëve të Resulullah, një Hatib ibn Balta radhiyallahu ta'ala anhu, e merr vesh që pejgamberi i Zotit po niset për në Mekë, e merr dhe shkruan një letër fshehur azi dhe ja dërgon dikujt dhe thotë shko lajmëroj banorët e Mekës që Muhamedi alayhis salam është nisë me një ushtri të madhe për Mekë. Xhibraili alayhis salam i mrin Resulullah dhe i thot filani e ka nisë një letër dhe është në filan vendin letra, është duke shku për Mekë. Atë Resulullah sallallahu alaihi wasallam e nisi delegacion të shpejt në krye me Aliun radhiyallahu ta'ala anhu. Hazreti Aliu nisi të shpejt dhe arrin atë karavan i cili ishte thuajse pa arrit në Mekë për ta dërguar lajmin. Dhe ishte një grua e cila kishte letrën dhe i thot letrën të cilën e ki me veti, thot s'kam letër, thot wallahi pejgamberi alayhis salam thot kur s'ka gënjy. Kur s'ka gënjy thot. Ai vetë vërtetën e fol. Kur s'ka gënjy thot ti ki letrën. Thot ose largo ose nxjerrë letrën ose na detyron thot neve që me bë kontrolla policore e që se kem shef thot na mi prek gratë e huaja thot duhet patjetër me të kontrollu pastaj. Sepse ne kemi ndaluar, shikoni çfarë morali kanë pasur. Çfarë morali kanë pasur sahabët e Resulullah. Armik po, s'kam drejt me të prek. E jo me, domethënë me bë lloj-lloj bagatelle, lloj-lloj çnjerzimi ndaj njerëzve, edhe pse s'është i fesë tonë, s'ka lidhje. S'është i jotë, s'ka lidhje. S'ka lidhje e punish absolut. Rregullat e fesë janë rregulla të fesë me gjithë njerëzit. Thonë, ose thot e çet letrën ose na detyron thot kontroll. E që thot se kem me dëshirë këtë punë. Ajo e dërgon dhe e jep letrën dhe aty shkruan domethënë nga Hatib ibn Balta për t'ia dërguar banorët Mekës dhe pastaj Aliu me shokët e tij kthehet tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam si një burr shtetas i madh, si një pejgamber i Allahut, si një komandant i ushtrisë, e merr në pyetje me butësi Hatib thotë ja Hatib, çka të shtyri me bë këtë punë? Çka të shtyri me bë këtë punë? E që në ushtrit moderne, ajo pyetje nuk vetet. Në ushtrit moderne, shkon koka sahore. Më një herë, domethënë, shpiuni ekzekutohet. Ligj. Dhe to Hatib, çka të shtyni me bë këtë punë? Ka diçka që të ka shtyni me bë këtë punë? Ja Rasulullah, wallahi, as nuk e kam lënë fen. As nuk jam që e kam lënë dinën e Zotit xhalla xhalaluhu. Dhe jam musliman, jam besimtar, po thotë nuk kam pas të ku një farë mbështetje në Mekë dhe i kam familjen atje, të kjo më ka shty që në qoftë se ndodh diçka, bile familjen e pas rahat. Dhe ka shty një diçka me bën një vepër shumë të ligë, shumë e rëndë është, një vepër tradhtie që s'falet. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja ka fal. Omer ibn Khattab i ka thonë ja Rasulullah, do të më jap lejen që ti më ia dhon hakun ashtu siç duhet, sepse thotë nafaq. Po është bën munafik. E ma leje, se kjo munafik. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë jo, thotë Omer se kjo është pjesëmarrës në luftën e Bedrit. E Allah azza wa jall ka premtuar, ka thonë që kom ia fal atyre që kanë marrë pjesë në luftën e Bedrit. Bëni çka doni se kom ia fal gjuna. Bëni çka doni se kom ia fal gjuna. Dhe ja fal pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Shikoni çfarë rahmeti ka Islami, çfarë rahmeti ka ndaj njerëzimit. Domethënë me rreziku komplet një kauz. E ka rreziku kauzën e shtetit, kauzën e vendit, kauzën e stirimit, një individ. Se një lajme e dërgon të armiku dhe prishet plani krejt. Rapja ka falë Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Se ka harru një të mirë që e ka bo. Ka dhe njërë se pjesëmarrës i luftës Bedrit, është pjesëmarrës i luftës që është vindarëse mes besimit edhe mos besimit, vindarëse mes vërtetës edhe kotës. Nuk ja ka harru Resulullah. A na sot ja harrojmë. Kur dikush ka qenë pjesëmarrës në luftë, kur është dashur me qenë pjesëmarrës të na. Kur tjerë kanë ikë stankovec, kur tjerë domethënë ju nxen diell, ju lanë për bazena nëpër xhilane, dim na këtë punë. Ata atje ju nxegjit në front luftës, e kur pas luftës kanë bërë bagatella, kanë bërë disa veprime që si ka taku me i baba, ja që i ka bërë. Na komplet atë pjesë të mirë ja humbi më herë, s'ka bërë kur gjoki.
Ky s'ka pa kur gjë. S'ban ashtu. S'ban ashtu. Ajo është kur është dash me dal në front, ajo është dalë rifi. Unë ti s'na dal. Aty duhet me respektu fort e me adhon dorën, me hek kapelën si ston populli. Për veprimet që i kanë pas lufte disa prej tyre. Ne mundemi me fol, edhe s'ta takon neve fare hiç, po llafet mas darke për veprimet e tyre pas, jo për veprimet komplet, sepse Rasulullah kështu s'na ka mësuar. Muslimani kështu nuk i takon muslimanit komplet veprat e dikujt me shtimin e fesë. Ja, duhet me bë dallime. Sepse pejgamberi alayhis salatu wasallam i thotë Omerit, Omer, jo, sepse ky ka marrë pjesë në luftën e Bedrit. Ky ka marrë pjesë në luftën kur është dashur me marrë pjesë, vindase mes besimit dhe mos besimit, vindase mes të vërtetës dhe të kotës, ky ka qenë pjesëmarrës. Prandaj duhet muslimani kështu me i kuptu gjanat, sepse Resulullah dhe historia e tij na i mëson. Dhe pastaj Resulullah sallallahu alaihi wasallam niset për Mekë, ku gjatë rrugës e takon axhin e tij Abbasin, dhe gjatë rrugës e takon gjithashtu Abu Sufjanin, i cili pas tentativave nga Abbas ibn al-Muttalibi e pranon Islamin dhe bëhet musliman. Resulullah sallallahu alaihi wasallam i urdhëron që t'i ndezin se çdo individ nga një zjarr para hyrjes te Mekë në mënyrë që ta marrin vesh mushrikët e Mekës se janë duke ardhur me shtinu Mekën pas fudojnë në luftë, janë të ardhur në paqe. Dhe kështu ka vendosur, dhe kështu ka ndodhur. Resulullah ka thënë, ai që futet mbrana çapës është i sigurt. Ai që fut në shtëpinë e vet dhe nuk del jashtë, është i sigurt. Si na ardhën për luftë. Ai që hyn në shtëpinë e Abu Sufjanit është i sigurt. Në ardhën me shtinu Mekën, vend në Zotit xhalla xhelal, shtëpinë e Allah. Dhe kështu ka ndodhur. Ka hyrë Resulullah sallallahu alaihi wasallam me ushtrinë e tij në Mekë, me sahabët e tij, dhe ka shku ka falë recate namaz, i ka bëj ibadet Allahut, e ka falendruar Allahun, pas pari ka hyrë në çapë dhe i ka thyer gjitha ata putna, të cilat kanë qenë në brendësi të saj, ku kanë qenë mbi 360 putna, busa të cilat i kanë adhuruar të kot, i ka thyer me dorën e tij dhe ka thonë ja al-haq wa zahaqa al-batil, inna al-batila kana zahuqa. Ka ardhur vërteta dhe u zhduk e kota, dhe kota gjithmonë ka qenë e zhdukur dhe do të jetë e zhdukur. Resulullah këtë ka thonë. Mirë po, këtu na jep një dobi të rëndësishme se Resulullah sallallahu alaihi wasallam para se me javë thy putnat me dorë, javë ka thy në zemër. Nuk javë ka thy putnat me dorë, ata halatu i pasë në zemër, se i kish dalë telash me ta. I kish dalë telash. 10 vjetë në Medine, disa vite në Medine, 8 vite, do më thonë pas hijretit, 8 vjetë ka voda vetë, ka thirë në Islam. Ju ka të regu që adhërimi putnave është i kotë, adhërimi i gurit edhe i drunit është i kotë, atë pot që ti e ndërton për i drunit, për i gurit, çka do të qoftë ai? Ai është i kotë, ai nuk bën dobi, as nuk bën dëm, as nuk mbron, as nuk ka familje, as nuk ka fëmijë, as nuk ka pasuni. Ai është i kotë, adhërimi i kotë, vetëm Allahu xhallahu ala është Razzaq, ai që jep jetë, ai që jep rrezik, ai që jep vdekje, ai që jep fëmijë. Allahu xhallahu ala krijuesi i gjithësisë. Ja u ka sfiguar njerëzve tauhidin, njohurinë e Zotit. Ja u ka thyer shirkun, politeizmin në zemra. Kur ja u thën njerëzve politeizmin në zemra, edhe shirkun, bestitnijat në zemra, pastaj me dorë kollaj. Resulullah është munduar 8 vjet në Medinë, edhe 13 vjet në Mekë. Ka boda vet për me ardh dita me i thy me dorë dhe mos me vozo ata hiç, se ja u ka thy mas pari në zemër. E na shpesh ndodh sot që hala pa ja u thy në zemër, hyjëm me dorë, po ma burr sa tani bën telash. Do të me ditë kur me bë davet me dorë, kur do të me bë davet me gojë, kur do të me zemër. Do të me ditë këto gjëra. Ti shkon për shembull tash, mënoh me bani me thy me një vend ku adhurohet një varr për shembull. Me thy për shembull një vend ku adhurohet një varr, edhe nën pretesën që na po dojna me thy një vend ku i bëhet shirk Zotit. A është vepër e mirë ka hoç? Po valla vepër e mirë se Resulullah kështu ka vepruar. Ama ata hala adhurojnë varrin. Ti dush më shpjegoj aty në që adhurimi i varrit është i kotë. Me i bind ata që adhurimi i varrit është i kotë, pastaj vetë prishin. Vetë prishin. Sigurisht që e dham rastin e atij njeriu ku ka shkuar dhe ka vjedh një derë, një tyrbës në Afrikë, ku ka qenë një njeri i mirë i varros mbrana. Dhe e kanë marrë katuni, e kanë marrë atë hajnin. Hajnin e kanë marrë, kanë qysh beti e vjedh derën te apo ditë që ky neve na mbron.
na i kryen punë tona, ne i lutmi atina, kë na përgjigjet. Ta jo vëllas. Me kam ta këmi mbrojt, të kish mbrojt derën e vet. Unë ja vjedha derën, ai s'kan gjendje me mbrojt derën. A çka të mbron thot ai? Kur derën e vet s'kan gjendje me mbrojt, tha unë alen. Edhe morën vesh që ka dalë se dallash. Më një hajnë jam kam su të uhidin, a i hajnë po me të uhid hajnë. Të uhidin e ka ditë mirë. Ani pse gjunon e hajni se ka pas në gjak. Po qka? E ka pas besimin e pasë, ka thonë, po kësë mund me të bëhë për gjabre. Edhe jonë këfjell, pas taj vetë e prishin. Kështu edhe Resulullah. Mbi, dhe më thonë, 21 vite, ka bo thirje, ka bo davet në mënyrë që në koka, në zemër dhe në mendje, me afty njerëzve politeizmin, besimin e kot, pastaj kur ardh në Mekë, e ka shtiru Mekën, i ka thy putnat me dorë që i kanë adhuru ata, dhe ka thonë ja el haqqa wa zahaqa al batil, ka ardhe e vërteta, e haku, u zhduk e kota, edhe e kota gjithmonë ka qenë e zhdukur, dhe kush s'ka bo zot. Dhe ka fal namaz, ka bëj ibadet Allah, e ka falendëruar Allahun brenda Çabës, pastaj u zhdar te dera Çabës dhe ju ka thonë o jo njerëz, Allahu Azza wa Jall e largoi ignorancën nga mesi ju. Dytësinën e ignorancës nga mesi ju. E dini që ju jeni bitë Ademit, alayhi salam, edhe Ademi është prej dhejut. S'ka dallim mes të bardhë dhe të zijut tek Allahu Jalla wa Ala. Dhe ju tha, çka mendoni si ku me vepru me juve? 21 vite armiq, 21 vjet armiqësi të madhe ndaj Resulullah. Mja këty dikujt shvatë 21 vjet, armik i përbetum. Por vallahi veç s'na vjen kuti se tani e kishmi me temele, edhe temelin ja kishmi kallë. Na me mendet e sodit. Resulullah ka thënë jo. Ka thonë, nuk thëmë asgjë për juve, veç se ashtu siç ka thonë Jusufi alayhi salam për vllaznit e vet, që e qetën bunar, dashën me mbyt. Ama në fund ju tha, la tathriba alaykum al-yawm. S'ka çortim për juve sot. S'ka çortim për juve sot. Idhabu fa antum tulaqa. Shkoni, jeni të lirë, se si na ardhna për luftra, si na ardhna me i dëmtu njerëzit, nuk kena ardhna me i prish rendin, po e na ardhna me ja tregu njerëzve navigacionin për më u kthy në xhenet, te çaj Ademi alayhis salam që u dal. I marr pra navigacionin me e tregue, edhe më ja instalu navigacionin se cilit individ. Wallah mos ku du me instalu, por rreç aty se se kam njet me ta instalu me zot. Çaj që dëshiron me instalue, navigacionin për më këthin xhenet, e ka Kur'anin dhe Sunetin e Resulullah. S'po don me instalu. Çka bëj abu? Si e të shkec me kohën. Rreç atje, monall, po s'mon. Nuk mon me gjet vet. Kjo është historia e shkurtër e çtrimit të Mekës dashur vëllezër që ka ndodhur në ditën e 20 të muajit Mubarak të Ramazanit, e shëneve e kem shpjeguar gjithsesi kur e kem shpjeguar historinë e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam në 105 derset, duke lutur Allahun që të na falë neve dhe juve të na bashkojë në xhenetin e tij ashtu siç na ka bashkuar në këtë xhami. Wallahu ta'ala a'lam, sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.